Po ndalem të disa specifika që i përmende kështu ndër rreshta, po kthehemi. Për shembull fryrja e barkut është një prej shqetësimeve shqiptarëve, se e thash në fillim që abuzojmë pak, jemi se vdale, na pëlqen me hangër ushqime, kështu pak ma që na ngopin. Kjo fryrja e barkut sa është shqetësuese, sepse te disa persona është ankesë e përditshme. E tha vetë, fryrja e barkut, si fryrja e barkut nuk është ndaj shenjat alarmuese. Po. Ne, që në popull është shumë e përhapur, është edhe zora irrituese, ose IBS-i, du t'i dallojmë IBS-in për IBD. Që në kuptojmë këtë të IBS-i është sindromi zorës irrituese, që kanë në kohët e fundit është një rritje shumë, dikun 20% e njerëzve kanë, dhe IBD-a apo smundjet e inflamatore kronike. To duhet t'i dallojmë. Te IBS-i, apo te zora irrituese, nuk kemi shenja alarmues. Ka fryrje e barkut, mund të kesh dhimbje, por nuk ke humbje peshë, nuk ke gjakdek.